të kaluam, Agjencioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuar, në inspektimin e tyre në Iran, ka konstatu se në maj 408 kg uranium e kam rri nivelin e pasurimit në 60%. Kurse mjaftueshëm. Kurse dole me atë, tash ndëgjova, lutna. Në qershor, kjo 406 kam rri në 440. Çka do me thonë uraniumi i pasuruar 60%? Do me thonë se edhe 2 javë, 3 javë e mbrin 90% dhe kjo sasi është e mjaftueshme për prodhimin e nën armëve nukleare. Ky raport i Organizatës së Kombeve të Bashkuar është pranuar nga Irani, që është i vërtet. Do me thonë, nuk e ka thonë Netanyahu, nuk e ka thonë as Amerika. Dhe ky ka qenë vagoni i fundit, treni i fundit i botës me ndal kaosin në lindjet mesme. Mas pari, prej viteve 90, është e vërtet që Netanyahu e ka paralajmëruar Amerikën dhe botën se Irani është duke u përpjek me prodhu bombë nukleare dhe bota nuk i ka besue. Bile Irani dhe mashtrimi me Iraku i ka ndihmue botës anti-Izrael me thonë që krejt është rend dhe është mashtrim dhe është qëllimi për me sulmue. Mirë po, Irani vazhdimisht ka thonë se ne po provojmë me bo uranium për energji, dhe me thonë energji bërthamore. Po problemi është se për energji bërthamore, uraniumi nevojitet vetëm 3% me u pasunu. E kur unë zanën këta me 440 kg, uranium 60%, prej 60 dhe 90% 2 javë ditë ndonë, vetëm 2 javë ditë. Atëhere nuk patën mo argumente dhe atëhere Izrael nuk ka pas tjetër opcion sepse këto bombe, do të me di gjithkush, Irani ka prodhu për me gjunë në Izrael. Kanë qenë për Izraelin. Për Izraelin, dhe krejt bota e din. Dhe ka qenë, jo vetëm për Izraelin, po flasëm për proksit e saj, me këtë bombë atomike. Mas pari, e kemi po që ka ndodhë në Siri nga Irani. Jenë vëra 1 milion njerëz. E kemi po që ka ndodhë me Hezbollahën, qërtash, në Liban, Hezbollahu që e ka Haifan 50 km dhe Tel Avivin 110 km, Libani është shtet, e ka ushtrinë e vetë, e ka të organizum shtetën e mbrenshëm, do me thonë në 3 konfesionet fetare, do me thonë sunet dhe katolik. E ka të regullume, e ka ushtrinë, po këta kanë kriju Irani, e ka kriju Hezbollahun me 45.000 ushtarë, që gjdo dit me gju me raketa qytetet e Izraelit dhe me vra qytetar. Targeti ka qytetar. Njëkohësisht Huthis atje, që ka shkun 800.000 musliman që në Jemen, edhe atje për me majt atë koridorin Bab el Maghreb, apo që si gjuhet, për me ndalu që kalën 15% e energjisë botnore. Në Siri, e ka përdor teritorin e Siris për me financu, për me transportu krejt armë nukleare, krejt armë balistike dhe raketat të Hezbollahu, sepse Siria ishte pa shtet, për me Siris në Liban. Njëkohësisht, është Irani ai që e ka mashtru Hamasin me 15.000 armë balistike dhe në kohën e krizës, posa qërësh spekulohet në kohën e krizës e Egjiptit, e ka shfrytzu atë morë si situatën që e ka pas dhe i ka kontrabandu raketat që e mundësun sulmin e shtatorit të 2023-ës dhe vërau 1.500-2.000 Izraelit dhe e hapi mundësin për grupet radikale të Izraelit me forcë jo proporcionale me shkaktu genocid në Gaza. Pra, për Izraelit... Edhe pse në sulmin në Izrael, rrëth 1.300 kanë qenë të vrarë. Fillimisht, po kam rrinë 3.000. Po ata kanë hyrë kështu drejt për drejt, nuk kanë gjuajtur me raketa. I kanë gjujtë, njëtën ditë edhe raketat. Kanë gjujtë edhe raketa. 6.000 copë e në gjuhë vetëm ditë të para. Dhe është gjuhë nga spitale, është gjuhë nga xhamia, është gjuhë nga qerët e fëmijëve. Me ide, jo, i kemë, tash këto i kije krejtë rrjetet sociale s'po ki nevoj, se po e sheh vetë. I kemi po tunelet në Izrael. Nëse ka propagandë është Irani, sepse vetëm Irani e kanal internetin, se s'po ju besën qytetarëve dhe vetë me tregu tregimin e tyne. Po kjo nuk është vetëm arsyeja vetme e kësaj lufte. Kjo ka qenë e vërtet që çdo president amerikan ka qenë i sfidum me temën e Iranit.
Jimmy Carteri e ka humb postin e presidentit për shkak të pengjeve atje që i kanë betë. Por asnjë s'ka dosh, sepse kemë bëjmë një teren një shtet 90 milion banor, një territor prej 1.6 milion kilometra katror, gueril e përsosën për teren, dhe nuk mund është me bon ndonjë ndryshim të madh pa humbje masive të ushtarëve. Por që vazhdimisht është konfrontu dhe vazhdimisht është përballë edhe diplomacia, edhe siguria amerikane, vazhdimisht me sabotajet e shtetit Iranit nuk ka temë. Mos harro, në botën arabe, të gjitha shtetet arabe i tutën Iranit dhe friga aty në doli e vërtet, nuk i tutën Izraelit. Se i tutën Iranit? Sepse është çështje e pushtetit, ata shohin vehtën si një lider të botës islame. Janë në luftë permanente politike me Arabinë Saudite. Izraelin e urrejnë për levë politike, sepse mundohen kështu të qenë kundër Izraelit me fitu për krahjen e botës arabe, botës muslimane. Por target kryesor e kanë pushtetin në krejt lindjen e mesme, udhëheqjen dhe fuqi kryesor në pushtet. Ma shumë friksohet Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, vendet normale nga Irani, se sa nga Izraeli. Mos harro, kur është bo marrëveshja, Trumpi është përpjek në masë... Pse urrejnë Izraelin atër?